teleshikues, ju flas ka studio emisionit Opinion, si çdo tënd, martë mërkur në orën 22 dhe të në orën 21. Emisioni sonde është emisioni i cili do të fokusohet në dy tema kryesore dhe një pjesë të tretë. Në fakt, para se të filloj me prezantimin e emisionit tema të ftuarve dhe temës së sotme, unë kam marrë një intervist nga ish presidenti i Kosovës, njeriu që lexoi deklaratën e pavarësisë së Kosovës dhe njëkohësisht një prej 4 nënshkruesve të marrëveshjes Rambujës, Hashim Thaçi, i cili i është përgjigjur pyetjeve që ne i kemi dërguar diku rreth muajit nëntor. Janë dashur më shumë se sa 5-6 muaj afërsisht që struktura e posaçme të lejoj intervistën. Intervista është me shkrim, është një intervistë e gjatë, ne do ta përgatisim dhe me gjas do të jetë gati për ditën e hënë. Është një intervistë që shkon rreth 1 orë e 25 minuta, ku ai ka bërë një reflektim të plot të 6 viteve, thuajse 6 viteve të tij në izolim dhe njëkohësisht një shikim plot të raportit tij me drejtsinë, të raportit Kosovës me lirinë dhe të, po e quaj, asaj se çfarë ka ndodhur me gjyqin e tij. Është një intervistë shumë interesante, është një nga 2 intervistat, mos gaboj unë tani, ka pasur dhe një paraardhëse, në të cilën Hashim Thaçi shpreh thashë të gjithë, edhe është shumë e hapur dhe drejt për drejt, nga intervistat shumë bukura për të lexuar, nuk kanë lejuar që ai ta japi me zë, nuk kanë lejuar që të intervistohet face to face, nuk e kanë lejuar për 6 muaj që të vinë përgjigjet, madje ka përgjigje që ne jemi detyruar t'i heqim sepse kanë dalë jashtë kontekstit kohor në krye të 6 muaj, por do të jetë hënë. Ndërkohë që nesër në emisionin ku ne do të fokusohemi tek çështja Spiropali, do të kem dhe një intervistë të shkurtër të ish presidentit të Shqipërisë, edhe ai nga burgu Ilir Meta, i cili ka qenë qendër të vëmendjes këtë javë për arsye të pamjes së tij fizike në hapjen e procesit, pra në procesin e 2 ditëve më parë. Intervista e Metës, besoj dhe ajo është me shkrim, do të jetë gati për nesër në orën 21 për emisionin. Rikthehem tashmë tek tema e sotme. Do jenë 2 tema kryesore. E para janë kontrollet e sotme të BKH-s me urdhër të SPAK-ut në disa persona, individ dhe biznese për llogaritë hetimit ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, dhe njëkohësisht në një pjesë tjetër të emisionit, ku do të mbeten vetëm 2 të ftuar, do të diskutojmë pak atë që ka ndodhur në Kosovë. Në Kosovë, zgjedhjet kanë zgjatur shumë pak kohë, pra më pak se sa 4 muaj, sepse nuk kanë arritur zgjedhin presidentin e ri të Republikës. Kosova ka një çështje ligjore që mund të quhet dhe handicap në fakt ligjor, që presidenti zgjidhet me 50+1, po për të hapur votimin duhen 3/5, që është një gjë e çuditshme për arsye të mospranisë së opozitës, e cila ka refuzuar që të pranojë një president që nuk është konsensual. Dje në orën 12 parlamenti ka deklaruar mbylljen e tij, pra dhe shkuarjen zgjedhje brenda fateve ligjore. Ndërkohë që presidenca drejtohet nga kryetaria aktuale e kuvendit në mungesë të presidentes që ka dorëzuar detyrën në fillim të muajit prill. Për këtë çështje, për pjesën e parë që lidhen me hetimet e SPAK-ut ndaj Ballukut dhe në përgjithësi për çështjen politike të saj, kam 4 ftuar, duke nisur me Klodiana Lalën. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dedian Koka, gazetar në Syri, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Albatros Rexhaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Berat Buzhala nga nacionale.com, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Prap shku të zgjedhje. Nuk zot mend. Sa janë të tretat brenda i vitit? Jemi shëndru në votues profesionist. Mujna marrë me votu këtë nëse na paguni. Jo, gjusë ma vini me votu, jo dhe kryeministri ka ardhur me votu. Ndërkohë, në pjesën e dytë, do të largohet Lala dhe Koka, do të mbetet Berati dhe Albatrosi, shpresoj që do jeni të qesh sot, se thash se po mëzijeni prapë, prandaj ju vendosa që mos ta shihni njëri tjetrin. Sot do të jenë tek largoni shishët dhe në rregull. Për temat Kosovës, kështu që do të diskutojnë çështjen e zgjedhjeve në Kosovë dhe presidencës në pjesën e tretë. Do kemi një material përgatitur nga gazetarja Manjola Bregasi, shumë interesante, ku Ahmet Shala, i cili ka promovuar në Tiranë librin e tij Kur heshtja flet, politikan, pedagog, ai tregon, ka një lloj reflektimi për historisë Kosovës, të asaj që ka ndodhur dhe një tentativë për të mos u harruar dhe për të sensibilizuar më tej për atë që realisht Kosovës i ka ndodhur. Ka qenë një figurë e njohur politike në Kosovë, antar i kabinetit dhe njëkohësisht pedagog. Libri i tij është mjaft interesant për një lloj reflektimi të situatës së Kosovës, sidomos nën Serbinë. Rikthehem tek tema e sotme edhe një herë, apo t'ju tregoj si u shpërnda Parlamenti i Kosovës. Ma e pak dyshin, të lutem, ma e treshin, fal. Ma e pak treshin.
Kjo seancë shënon fundin e këtij procesi dhe fundin e kësaj legjislature, fatkeqësisht, sipas aktgjykimit gjykatës kushtetuese, ku vendi konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet do të shpallen brenda afatit kushtetues. Në këtë mënyrë kuvendi i Kosovës u shpërnda mesnatën e kaluar pasi. Pa ishte pjesa kryesore që deklarata e parë që shpërndan parlamentin, dje me të mbaruar ndeshja mes Paris Saint-Germainit dhe Bayernit, edhe Kosova ka shkuar në zgjedhje të reja të tretat, besoj, brenda vitit. Ndërkohë, rikthehem dhe njerë tek çështja Balluku. Kush kanë qenë akuzat për Ballukun? Më jep pak materialin numër 1, bëhet fjalë për akuzat tashmë të njohura, pra nuk është se ka ndonjë gjë që lidhet me hetimet e mëparshme, akuzuar për kryen e veprës penale shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim që i përket procedurës prokurimit me objekt ndërtimit tunelit Llogaraz, e dyshuar dhe për kryen e veprës penale shkelje barazisë pjesëmarrësve në tendera apo ankande publik, kryer në bashkëpunim që i përket procedurës prokurimit me objekt ndërtimi unazës jashtme në Tiranë në të gjitha lotet. Ndërkohë, nuk e di nëse ka hetime tjera, është thënë që ka dhe një hetim pasuror, por sot agentët e BG-s kanë kontrolluar disa biznese dhe disa individ që lidhen me çështjen Balluku. Lara, në fakt, çfarë ka ndodhur tamam? Unë kam raportuar ditën e sotme rreth orës 11 që agentët e Byros Kombëtare të Hetimit kishin ekzekutuar 15 urdhra kontrollit, 15 urdhra kontrollit, që të lëshuar nga kush? Po e sqaroj, ishin kërkuar nga SPAK dhe miratuar nga gjykata e posaçme dhe konkretisht nga gjyqtari i posaçëm Erion Qela, që është një herazi dhe gjyqtari i hetimeve paraprake. Më pas kam mësuar me burimet besuara që janë edhe 5 urdhra të tjerë, pra në total janë firmosur 20 urdhra që kanë të bëjnë me kontrollin e njerëzve shumë pranë Belinda Ballukut. Njerëz apo biznese? Ja, do ta sqaroj, sepse ka nga të gjitha kategoritë, të cilët dyshohet që mund të kenë kryer veprimtari kriminale vetëm ose në bashkëpunim me zonjën Balluku. Kontrollet kanë nisur rreth orës 7 të mëngjesit të sotëm dhe kanë përfunduar thuajse në mbrëmje, sepse paralelisht me kontrollin personal që nënkupton marrjen e celularëve, me kontrollin e banesës dhe me kontrollin apo kthyrjen e pajisjeve kompjuterike, si dhe me kontrollin e zyrave, është bërë dhe pyetja nga ana e agentëve të Byros Kombëtare të Hetimit e të gjithë personave të cilët janë nështruar kësaj procedure. Janë biznese mund të ketë më shumë se një person. Pra ju po thoni që urdhri është për 20 persona apo persona dhe biznese? Atëherë, është një person që në të njëjtin urdhër janë firmosur brenda. Për shembull, nëse është, po zëm shembull, është që t'jemi korrekt. Andi Eftimi, atelier 4, i është nështruar kontrollit personal që nënkupton marrjen e celularit, është bërë kthyrje 2 procedurave, 2 dosjeve në këtë kompani dhe gjithashtu kthyrja disa kompjuterave. Personin fjalë është paraqitur ditën e sotme dhe ka qëndruar të rreth 2 orë në SPAK. Gjithashtu është kontrolluar çështje tjetër. Në lidhje me çështjen Balluku. Po. Tjetër? Po i referohem të njëjtës çështje. Miret Dreqi, që është kushëriri i parë i Belinda Ballukut, i cili rezulton aksioner në 2 kompani, bashkë me kunatin, bashkë aksioneri tjetër është kunati zonjës Balluku, që është bashorti motrës së saj, Pamela Qirko, që më herët ka qenë kryetare e komisionit. Ishte ma ullës me dhonë inicialet, sepse këta njerëz jo domosdoshmërisht. Më mirë mund t'i përdorim si iniciale, është më korrekte. Është vendim gjyqësor, megjithatë nuk përbën asnjë problematik për mua dhe për sa kohë është vendim gjyqësor dhe për sa kohë është një person i bashklidhur, megjithatë po e sqaroj për opinionin publik, gjithsecili nga këto personazhe, përfshirë dhe zonjën Balluku, prezumohen të pafajshëm deri në momentin që ka një vendim gjyqësor. Kështu që në këtë aspekt nuk është as pak qëllimi, po sepse ka për shembull mes këtyre personazheve ka personazhe të cilët janë shumë të rëndësishëm për të përmendur. Po përtej kësaj është kontrolluar kontroll personal, kontroll banese dhe kontroll i zyrës. Pra në total janë urdhra individuale. Janë dhe kontrolle banesash. Sepse janë dhe kontrolle banesash. Për shembull, Loreta Omeri është një ndër bashkëpunëtorët më të besuara të zonjës Balluku, që nga koha e kontrollit e deri në Ministrinë e Infrastrukturës. Dhe më fal zotri? Emrin se kuptova. Loreta, okay. Po, edhe? Është një ndër bashkëpunëtorët kryesore të zonjës Balluku, e cila po ashtu është nështruar të njëjtit kontroll.